Ngjarje së rënd të zjarrit që përfshiu kompleksin Arlis në zonën e farmacisë 10 në Tiranë me dëme shumë të konsiderueshme materiale dhe me disa banorë dhe zjarrfikës të lënduar, tashmë vëmendja në fakt përqendrohet te shkaqet të reagimi i emergjencave, por dhe të siguria e ndërtimeve në kryeqytet dhe më gjerë. Lidhem drejt për së drejti me drejtorin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në Tiranë, zotin Shkëlqim Goxhaj, për të zhvilluar një bisedë. Zoti Goxhaj, përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Atëherë, fillimisht do doja të flisnim pak për momentet e para kur lajmëruat me ngjarjen, si u lajmërua dhe si shkoi kur mbërritët në kompleksin Arlis, ku flakët në fakt duket se u përhapën shumë shpejt, apo jo? Si gjithmonë, ne reagojmë pas telefonatave të qytetarëve. Shërbimi i zjarrfikës në territorin e Bashkisë Tiranës është organizuar në 7 stacione, ku në stacionin qendror tek 21 dhjetori kemi edhe sallën tonë operative që është 24 orë në shërbim nga telefonat të gjithë kompanive pa pagesë. Menjëherë me marrjen e telefonatës, drejtuesja e sallës operative lajmëroi shërbimin që është në zonën e Kinostudios që e ka dhe më afër. Ata arritën shumë shpejt në vendin e ngjarjes dhe panë që aty ngjarja është me përmasa dhe kërkuan ndihmë. Në këtë moment, duke marrë informacion të gjithë në drejtuesat nëpërmjet komunikimit në radio, kemi lëvizur gjithë në drejtim të vendit ngjarjes dhe lajmëruam edhe mjete dhe grupe të tjera të shërbimit zjarrfikës. Shumë shpejt u ofruan shumë grupe të pothuajse gjithë shërbimi zjarrfikës i Tiranës. Më vonë në ndihmë na ka ardhur edhe Bashkia e Kamzës me 2 mjete, gjithashtu me 2 mjete edhe Bashkia e Vorës. Jemi bërë një numër i konsiderueshëm forcash dhe mjetesh, gjë e cila bëri edhe eliminimin e vatrës zjarrit në ato përmasa që pothuajse ne kapëm në momentin e parë, po të shikoni në pjesën e jashtme të fasadës. Po, e drejtë. Regjia, ju lutem, më kaloni dhe audion kufjo që ta gjej sa më mirë, ndërkohë vështirësitë e këtij operacioni që në fakt shuarja u arrit deri në orët e para të mëngjesit ditës së sotme apo jo. Ku konsistuan? Pra, sa e vështirë ishte të ndërhynit pavarësisht se tha që keni bashkëvepruar me disa nga qendrat zjarrfikëse? Po, përveç tyre ka qenë dhe policia e shtetit, policia bashkiake, gjithashtu dhe forcat e armatosura. Vështirësia në këto ngjarje është në përhapjen e shpejtë të vatrës së zjarrit. Pra nuk kemi të bëjmë me një zjarr të zakonshëm ku kemi zjarr në banesë nga energjeria elektrike, nga shpërthimi i gazit ose nga pakujdesia e qytetarëve, ngjarje të cilat ne eliminojmë me një grup të shërbimit zjarrfikës, sepse nuk marrin përmasa dhe nuk shpërndahen në objektet e tjera. Ky zjarr mori përmasa sepse pjesa jashtë e objektit e ndihmoi përhapjen e shpejtë të vatrës zjarrit, ku përfshin edhe banesa të tjera. Është rasti i dytë që na ndodh në territorin e Bashkisë Tiranës. Ishi Sharaku para 3 vitesh kemi